Ky emision mundsohet nga Enzo Attini, Dedia Group me Extra Latte Cafe, Golden Eagle, Ujselita, Heps, Muscle Gain Albania, Best Apartment, Byshtot Gaming, Mates. Përshëndetje prej me Meriton Mjekiqit, në fakt unë jam shumë i privilegjuar sonte për disa arsye. Njëna prej arsyeve është sepse në sirtarin e jetës time e kam përballë vetes njënin prej ikonave të muzikës tonë shqiptare që realisht kalon edhe një lloj testamenti pa e qitë hala albumin të quajtur Testament, ku i ka dhënë shumë muzikës edhe gjenerata babit tem, gjenerata edhe më i vjetër, e kështu me radhë e dëgjojnë edhe e respektojnë edhe ka një vend piedestal prej secili dëgjues. Edhe arsyeja e dytë është që është ardhur me një frym krejt tjetër edhe krejt ndryshe dhe jam shumë i nderuar që më ka respektuar në emisionin tim të cilin me shumë vite edhe kom pas dëshirë me pas pjesë. Bëhet fjalë për Besnikun, ndajmë Besnik 2x2 që unë kam një respekt veçantë. Po faleminderit shumë për vlerësimin, unë kom marrë me gjithë qef. Për arsye që edhe ti ke ndërtu diçka në lidhje me komunitetin e hip-hopit, diçka që unë jam prej fillimit, kur ka fillu të shqiptarët unë prej fillimit dhe i sot jam kom pjesë e këtij komuniteti edhe gjithkush që ka bo diçka dhe ka kriju diçka në lidhje me këtë natyrë të artit, mi thonë ashtu, që edhe është pak i nënvlerësuar, unë e respektoj edhe me gjithë qef të ku marrë emision. 30 vjet pas, po të kthej kohën kur ja ke nis hip-hopit, kohën kur e ke pas bo muzikën. Ndoshta e ke tregu ose shumica ndoshta e dim, po jom ka du me ta bo për arsye se ka dhe gjenerata treja që të ngojnë edhe që dikush po kënën. Jemi. Ani, që leshtje. Nole. Edhe dojnë me ditë historinë, sidomos ata reperat e ri që dojnë me vazhdu rrugtimin e që janë kohën pak. Qysh e ki pas një Daja Bes? Nuk e di sa është e rëndësishme për ata të rinj sot, se ata i kanë punë të veta dhe ndryshe e shohin muhabetin, po na kur ja kena nis i na konë të rinj edhe sa që ka ekzistu, nuk ka ekzistu e frym këto dhe normal me që ato vështërsi që jënë konë atë kohë, kena fillu, s'ka pos studio, s'ka pos e kom të regu shumë herë këtë muhabet, i na konë në okupim. Në atë kohë, me thonë sot... Me qka i njëzojshin? Po, kur ka orë punët e inqizimet, prej fillimit kena i na konë profesional. Në aspektin që u konë një studio në Mitrovic, e ka pos Enis Presheva, që është shumë i një orë për këtë punë. Edhe na kena shku në Mitrovic, i kena inqizu kongët edhe në atë kohë, po nuk janë konë që to kushte që janë sot. As me studio, as me gurgja, dhe u doshtë edhe me post lek me pagu studion, se na konë të një orë, me 100 vështërsi, dhe me thonë edhe s'na ka morë kërkush seriozisht në fillim, por na e këna dashti, na ka një pjesë, muj me thonë dikon 10 repera në krejt shqiptarin që ja këna njës paka shumë që aty të njëjtë në kohë dhe nuk jena nolë. U bënën sa vite që njëherë pauzove? Po kom pauzu dikon ja 4 vjet, 5, po muj me thonë që dikon s'vedi sakt vëllojnë. Me prodhim të ari kom pauzu nja 5 vjetë të gjysë anaj sen që ashtu. S'ke shku hirë në studio, në ato? Jo, s'kom shku. Senën e fundit që kom bo, kom unplugged që kom bo një farë kongët e mija me nja 3 epizode, ku i kom bo një pjesë me Limonin e mas në edhe me 2 kongëtare, një të Latifi edhe një tjetër. Që ato unplugged që i kom bo kështu për qef, edhe që aty pa ta nolë. Ku med mëre Ylli? Shdi, ka shku. Seriozisht, Yllin e me, po ti e pas ke pos bashkëpunimin, ti dhe sononin dritat, fillime kur Yllit, në fakt kërkur s'ja pa qelë derën, ti ja ke dhonë bashkëpunimin më të fortin, edhe konë projmin tënë më të mirin. E pse s'ki tash bashkëpunim me Yllin? A ke fola? Po, kena fol, po kena bo që atëherë, kena bo kongën që ato dritat, që u konë një kongë shumë e mirë. Edhe Ylli më ka pëlqy si kongëtar gjithmonë, prej kohës kur u konë në Voice, e kom pas që shumë talent, në momentin që më ka propozu, e kom pranu bashkëpunimin,
Në atë kohë. Jam edhe në i kënaqur në atë bashkëpunim edhe ai. More tash daj se në atë kohë bënë në të vjetë ajo. Po tash Ylli e ka karrierën përpara. Tash ka bashkëpunim me Ritën, a? Po, këshir ma larg. S'është me rëndësi, Ylli është një artist shumë i mirë që dojnë publiku edhe nuk është artist hip-hop Ylli që po qatë talentin që ka shfaq mas mirë, njerëzit e dojnë. Ja, veç, kur e përmende, merdi me shtru pyetje se s'keni mas 8 vite prap një bashkëpunim, ose pse s'është pjesë albumit Testament. Po kena folë për me konë, po tani mas ne orë puna që nuk kena mujtë me realizu për shkak kontratave që është të këshyrë mi bo me jashtë, me internacional. Jo, me rofe janë ato daj. Mujnë me konë rofe, për mu s'është me rëndësi. Pse pauzove direkt, veç e ke lanë. 5 vite edhe... 5 vite s'mujna me thonë pauzve, atë në goti po thuj se... Relax, pse je relaksu, Sunisha mo me po muzika, e më rrita një farë kulmi në që ato që akum doshtone me bo, që ato vjetë e fundit kom pos edhe prodhimtari shumë, po edhe kom pos neja shumë, koncerte shumë, turne shumë, edhe u lodha dikur, kisha nevoj me pushu, lo mu morë me të tërsens, nuk e nisha vetën, mos edhe s'kisha inspirim as që mi u thonë njerëzë mu, dhe në mi përsërit njëjtë atë fjallë që shi përsëritin, dikush, unë se isha interesum, kisha nevoj mu filmzu, su konë me plan, se 5 vjetë s'mujna mi thonë pauzë. Normal. Me qenë se u ktheva muzikë, pi thojna pauzë, se kom lanë muzikë. Je relaksu, e ke pas muzikën gjithmonë, përveç je relaksu në qatë kohë. Meriton unë me konë, nëse s'jam mes 90 edhe 100% që të rillë se bëj heq. Me thonë me mu këthy fejk me kalzu diçka, ose me thonë diçka që se ndjejsh, ma mirë heq. A rajnë këta rebena të ndoj? Nuk e di, unë s'jam detektu si rana, po unë e munona mos me rajtë. Prap po thëmë, nashta jam 100% rillë, po thëmë mes 90 edhe 100. Ti vetëmi reper, kur kthejom mbrapa, që keni pas një raport shumë të mirë, edhe në qatë kohë ndo këtë veç te ke pas me ke shok, Unikatilin, edhe keni bo veç ju 2 bashkëpunime. Se në atë kohë pa disirat Katili me krejt. Unë e kom pas shok edhe këta që i ka disirat, Unikatili, edhe e kom pas shok edhe Unikatili. Hip-hopi nuk menej që është, mundet me shkun në e herën për keq, po nuk është kompeticion, është diçka që loj fjallë që se cili e mbron ato të vetën, problemet që i kam pas mes veti nuk i më kam pjesë të tyne, mu Unikatili më ka pëlqy prej momentit që e kom një që ka dorë në skenë edhe nga ka shku bashkë. Edhe këmë i bo ndërko bashkëpunime, sërë që u konë mundësia. A ka në herë ty në menje me a bo naj kujt naj dis? Ose e ka meritu naj kush me a bo ti një dis se njerë që shkru në mirë, edhe ke thonë lesbe bëj për shumë arsye, ose për se e njef një shok jem, ose s'po du me hap një luft, ose a ka ndodhë? Ja, unë personalisht me thonë t'ja bëj dikujt një dis, nuk e kom një vetën që ju më koni prekën dhe i qatë mosa, pëtë. Edhe mënyra që jam rritë edhe rrethin që kam dhe familjen që kam, s'besoj që kisha mujt me përballu një dis tronë, një dosht me dalë mi regullu e so këfët në rrugë, shtë që kom preferu me nejt sa ma korrekt, mu më respektojnë, krejt i respektoj. Repi është loj fjallë, që najherë unë muj me gjithë vetën, naj fjallë dikojna, naj kritik dikojna, dikush mund me gjithë naj fjallë tamën, po unë nuk jam prej atyne që i hi fejlit me ato të shamet që na shqiptarët nuk i kemë në traditë. Kove të fundit, po i kemë që ti 2-3 vjeqarit, po thëmë 2 vjeqarit, u pa të bo një garë mes reperav që ka pas disa me njani tjetrit. Po folin qatë periudën kër je relaksutis, po thëmë që ke pushu, qatë kohën kër je relaksuti. Edhe që po dhja ke mujt me i dëgju, ka qenë bifi mes butës mosit, tani u pa të përfshi buta fero, pas ta ju kondisi i Marinit me një grup tjetër të Anglisë që është, Albanian, sa dhja, pas ta ju konë Semi me të Anglisë edhe
prap me grupin Albanës, pastaj u kon disa, u kon Tajna, Melinda, u pati tani Irina, ju kon një farë faze disa me njëri tjetrin që i kanë pas. Si me ndën dhe a i ke dëgju, a i je në Jo, ndjeni? me përcjell ashtu disat, nuk i kom përcjell me thonë drejtën. Emna që e përmena shumicën normal që i njës, po du mu bo fejker me thonë si kom një korrit. I një, po nuk është i kom përcjell disat me ditë kush kën e ka shoh, ose kën... Thash kjo është e shnetshme në hip-hop, do të pak me pos rivalitet që me ngrit ma nalt. Unë një pikongve të mija që e ka me MC Kreshën edhe Lyrical Sun, në fund e përfundoj me në rap sken dokum enemies, ama në real life i arruja shpinën njëni tjetër. Në album. Që kjo kësha pos qafone me konë që ajo, dhe unë jam gjendje mi mbrojt këtë repera dhe se një rocker vjen mi kritikan. Po që a bojna me zveti është puna jonë. Ka e rëshom, ka e në reqëm, veç më smi hi shumë fejlët që shtash se mas nej e kem një farë sedre që thujnë e bëhet mëtë. Tash, ty fol pas, tash janë shërshu gjanat edhe janë pajtu. Që shë vlerësën pajtimin edhe a mos ka ndodhë që e ka zbe industrinë tonë të muzikës që kjo pajtesa mes njëni tjetrit. E fundit që kjo shkojnë atë albumi. Që shpesho one, tash lufta është ma shumë mes menagjera ose mes artista, apo kupten? Se e kanë interesin e lekut, apo kupten? Se pas na venu korrej. Jo. Gara ndës menagjera. Gara është mes menagjera, ata ose bojnë dosta dhe i nreqin e që shkanë qef për veti, ose bojnë bif me zveti dhe tani konktar të heken, se këta ka nevoj me shku me morë pora. Po, e vërtet është kjo. Po, apet po thëmë, disat në hip-hop është pjesë e traditës të hip-hopit. Apo dem? është rivalitet, është kur me dalë në ring. Po thëmë, veç mos me shku shumë larg, apo dem, se derisa të rëndë në kritika të krimtarisë, ose të ke po edhe të hip-hopi amerikanë dhe internacional, për shembull Drake me Kendrick Lamar, e qunë shumë nalt prapë hip-hopi, do me thonë, ajo i disat veçaj një mujnë industrisë. Disi maj fort për ty në historinë e krejt hip-hopit për momentin? Shqipa? Po. Një katili e ko. Disë sene. Po, edhe që s'kam kur gjë kundër i senet, as nuk e një, po me që se vete disi ma i mirë. E din këtë shqiptaria që është disë shumë i mirë. E ke bo albumin, edhe brenda albumit Testament, kitë sobësa tjetës edhe tonës, si Konga Oksigen që përfshin personalisht për ty, për vojzën tonë, po ashtu edhe fillim intro që është freestyle që përfshin një falë jetese tonë që ke pas gjithmonë e kështu me radhë të albumi. Sa kohë ka marrë, edhe nështë a klishe pyetja, po këtë testamenti, pse? Albumi Testament, unë thash, është 99% për jetimi jam, apo dem. Jam për jetimi, ko të sobëza tjetës tem, ko sana që fjallë lafe që i kom folë nështë për 10 vjetë me njerës të mi, po ma në fund i kom përmledh me një kongë, që me mujtë mi nda me publikun ma gjënë. Po thuj se një vjetë e gjysë 2 gati më ka marrë me realizu qëtë album që për me konu në i knaqën me ta. Normal që Testament dikush e ka marrë si kur është albumi jam i fundit. Për momentin është i fundit, ako me koni i fundit ajo e kalëzën koha. Testament njerës e marrin, thujnë, pe bën testament se po des. Ja, dhe, lakë qoftë. Po ajo me ditë kur desëm na, po testamenti bëhet pa dekë, sa jesh nështë, sa je mirë. Dhe dhejmë njerë tani. Edhe testament bën kur ki diqka, se kur s'ki qka, s'bën testament heq, apo dem. Unë e menej që në industri kom qka me lonë testament, edhe për që arsye kom lonë emnin testament. Diçka që ka ronë sy, edhe një bashkëpunëtor tënë tafer me ke pas gjithmonë, si kongën Crazy Girl, e shumë të tjera që i keni bashkë, nuk e ke pas pjesë të këtij albumi. Flori. Florin. A ke fol me Florin, ku është Flori, ku ka mbet Flori, edhe pse nuk është pjesë e albumit?
Pjesa e Së albumit është një pikë pyetje të cilën normal ma kanë bo si pyetje edhe tjertë edhe është shumë legjitime si pyetje, njësoj si kur unë i Katili, se është një për njerëzve ma tafër të mi në industri, për shembull, Florin unë nuk e kom konsideru veç shok, e konsideroj edhe ma tafër nëse shok. Nuk është pjesë albumit se nuk e kom ftu me kom pjesë albumit, se kom lanë rahat në qatë relaksimin që dheti për mu, do me thonë, aja është për momentin relaksim e sipër edhe asë që i kom propozu me kom pjesë albumit, se s'kom dosh me bezdis, po Flori, nëse do me ta dhoni mendim të shkurt, aja është një për artista më të mirë që i ka posë në erë shqiptaria, ndash studio, ndash si kantautor, ndash për mu është mu i me thonë njeri ma jafërm që e kam në industri që kom posë raport, sarë kom shku në Tiranë, jam konë në shpetaj, në studio si në shpetamën, jam falenderus për gjithmonë. Pyetja është, a je dëgju me ta? Jam dëgju në njërë sporadike, me rritan, do me thonë, e di që publiku është të prit kur po kthejet Flori. Unë e thash edhe një emision diku tjetër, unë s'jam ka dho informacion, po pe dho bindjen tem që Flori kom u kthy, edhe kom u kthy shumë fuqishëm edhe di që ai çdo ditë punon në studio. Pa më thonë ai het se jo natyrën e tij, e di çka ka botën jetën, ai jeton në studio. Kështu që besoj që është tu përgatit diçka shumë të madhe për mu rikthy në muzikë. Po unë i Katili, pse s'ka qenë edhe ai, se ke ftu ose s'keni ra dakord me ai kong? Jo, as unë i Katilin se kom ftu, se edhe ai ka mërzit e veta, e dim krejt që ai ka ndodhur në jetën e vetë, as ato s'kom dosht absolutisht me pengu në këtë periud, përveç që në biseda tona e mundu me ngushtu dhe me ndihmu me kalu ma let kur gjë tjetër. Një këngë që është pëlqy shumë, që është pjesë e albumit, është Prishtina Li. Edhe ke bo si një lloj tradite që pse jo me bo nishën e dyshën e trishën e kështu me radhe ke bo. Pse i ke zgjedh Vigin, Lunin, Ledrin për me qenë pjesë e qasaj kongët të albumit. Po foli veç Prishtina Li. Prishtina Li në çdo periudhë tamë e kom pas ka një kongë Prishtina Li, domethënë edhe kur një kongë shumë të ri në albumin e parë e kam një kongë për Prishtinën. Në albumin e dytë e kam me tingullin 3 me Getin. Prishtina Li, jo. Një kongë që u mbet për Prishtinën është kongë ikonike. Mas ne e kam Prishtina Li 3 që është njëjtë, i kom përzgjedhë reperat që në kom për momentin ma mainstream edhe që kom pas raport të mirë dhe i kom fillit, aty është Lumi B, është DJ Blunt, Real One, Capital T, Lyrical Sun. Edhe sa herë që i kom bo këto bashkëpunime, e kom i vetën që i kom jetë bërgjë dikojna me konë pjesë që asoj, menoj që Ledrit u dosh me konë edhe ma herët, e kena folë, e kena bo, Vigani me qenë se Lumi u konë Prishtina Li para proke, edhe Luni që është për mu prej gjeneratës të re reperi ma i mirë në Prishtinë që une e pëlqej. Shto me thonë që është, që thamë une është absolute, po une e pëlqej mas shumëti edhe që kjo kom përzgjedhja e këna bo një kongë për qefi, nuk është najfar kongë komerciale, këna thonë që këna posë me thonë e presën 500 shumë shpejt. Komuniteti i hip-hop artistave ma bashkëpunus para s'përshkaj shumë largë, 12 vjeta, po tash në kohën që jena për momentin. Dhe arsyet, nëse po jo. Më varët me rritën se jena një pjesë e shoqnis që se të në herë ma shumë jena bo bashkëpunus. Para 12 vjetë e ka posë ma pak lek në industri, tash ka ma shumë lek. Të në pyetje leku t'il menagjerat bashkëpunimit e pedim që po unë e prapë se kom pas problem, por mu kanë respekt edhe sarë që kom pas nevoj me jafru, me bo diçka, kanë pranu me qef edhe këna vazhdu. Kajtë shokë s'una me konë, se s'ka shansë. Se lujna purrinë. Me rëndësi është me pas e respekt për një tjetër. Shkona me blokun e pare, këthejmi prapë.
Tha qill, na e nejtëm, ndash qilli qeter, ndash qilli chicken qeter. E ti mund është me provu produktin më të ri që ka ardhur në Heps, në çdo pikë dhe delivery të Heps. Golden Eagle. Only eagles fly. U rikthym me pjesën tjetër të emisionit, duke falendëru Dajen 2x2 për krejt ju që njeni. E dhezë një. Po dhe zëllojnë, shtë një vlakën. Edhe jena ty kalu momentet mira, të dhe zë cigarën, unë e bepi qëtu një ekstra latte kafe të ftëft, Dë bos që mirë. ki të boje mira gjithë. E po knaqëm. Doj pse ke rujt familjen qatë shumë larg mediave. Që me ekspozu familjen o mërëtë. Nipi reper, vetë reper, djali, mashallah si drita dy djend, Po, djemë në pas dosh mu bo repera se ftyra publike, si kisha nol, edhe i kisha për krop, ata e kanë zgjedhë mënyrën e vetë që kanë me bo njetë, për ndryshe familja është, së që i kom shef, në Instagram gjon foto të mijat, jo për dit, po gjon foto me familjar, po nuk mene që duhet me ekspozu pa tjetër familjen për me kom pjese, portale, media, për ta di, mu s'm ka interesuar pjesë kur jam rahat me familje, kështu që. Toj, që kë koha e relaksimit që po të thëmë une, relax që e konë. Ka ndalë edhe gazetarët të ndryshme edhe shpesh herë jënë mundu një farforme me qitë poshtë industrinë e muzikës të hip-hop. Po bëhet fjallë për shumë kohë që ka qenë edhe në një intervist, ke pas një lloj debati, ka qenë zona Abdiju, që ka qujtë kongën tane posh si seksiste. Qërë neve reperat gjithkohë në botë edhe në Kosovë jënë mundu me në nënvlerësu gjithmonë apë të. Unë aksidentalisht kom qëllu në të emision, do me thonë, në telefon për mja bo qefi ndikojna edhe ajo mundu me thonë që ka respekt për mu apë të, po një të në kohë ke që konga posh është seksiste. Ditë sotit gjithë shka që klikohet, ju do këtë mirë. Do me thonë se cili për lypë me kop atë tripin që mu bo viral edhe që a interesan asoj gazetarës, ajo thot të nërozoj 2x2 qëto edhe kë nërozoj shpetëm shona i sen, unë e hitë si bona viral edhe
edhe që ashtu ka ndodhë, do me thonë, marrin punë njerëzit hit, e bëjnë një emision, e marrë rrugën tem. Qa për javnin? Me thonë, ditë sotit, edhe ajo është hasëll, edhe ajo është tu aslirat me kap një rrugë të mirë, se cilë është tu këshirë me kap një rrugë të mirë. Nuk po thëmë që është fenomen i mirë, se qa po ndodhë dhe rrjetet sociale nuk është e mirë. Po për TikTok-un t'ja, ki TikTok ajo, jo ma qëfar TikTok-a? Jo, për besun s'kam TikTok, po. Edhe Instagrami dhe na kamen, TikTok-u hishin, bëjshin loja, u shojshin karantina, me familje, u pandon një farë fenomeni që ka pas, i të mërshon. Aty për lek e një, meritan me marrë lek, për lek. Njerëzit shesin drogë me fitu pare, e rrezikojnë jetën aver. A i thotë, unë që të pi shpis, pi ka u që të shopo marrë lek. Me thonë, së një para gjykaj, fenomeni si fenomen është shumë i keq, po ata që para gjykaj, si të po këshyrë me ratu vetën, familjen e vetë. I takon njerëzën ma shumë që udheqin shtetin dhe që e udheqin sistemin, se që është liria e shprehjes është nice, po dhëtë me pas kufi. Kufi, po, dhëtë me pas një farmazët. Bajo është ka pijet droga më të madhe në sheher, nuk di sa je informum ti, në gjenerat 3, ti bile pa te pas kongën me nipin kapitalin Barbardat, kujtohet? Po e kum pasur edhe në fillim karrierës një kongë heroina, që u konë shumë kongë e dëgjushme, apo dhe? Po është merë ka pijet droga. Po kërë keq shumë meriton, që me po, shumë keq. Do me thonë, si me ndryshu qëfar hapi me bo për te asaj që shteti ka ato punë që nuk është veç Kosova fenomen, nuk është as veç Shqipnia fenomen, kjo është fenomen gjithë ka në botë merit. Nuk na takon neve se s'kem që shenalu, neve që na takon është mos me promovu në kongët e tona. A pëden se nëse ti në stop repovatë dhe thu shumë okej është me mu shkund kokaina, një i riko me thonë pja bëjdhën se tani bona si kë. Po këpten. Neve në ashtë ta takon me pos kujdes në tekst, me pos kujdes qatë punë mujna me bo, po tash me mësusën me mësën kërka në vetë. Muzika, industria jonë, ka pas evolime apo ka pas ramje gjatë këtyne 5 vite, 5-6 vite? Po folin në biznes edhe në zhvillim, me përfshina gjithë shka. Në përgjithësi nëse e marrëm ka pas ramje. Muzika shqip, moderne, dash hip-hop, dash pop, dash shadush, u konë kulmin e vetë 2010, 2011, 2013. Prime time. Qa ju konë projmi, do me thonë që jenë kriju hitet të mdoja që kena bot deportime dhe internacionale me klikime me tripa. Prej aty të menej që ka shku në regres se që thash mere që këtu e njek lekon se cilë. Do me thonë, plus që jenë aty jetu me një bot që konsumon shpejt me rrjete sociale, do me thonë veç do të me prodhu, me prodhu, edhe ku të prodhej shpejt, pa që mund është me bona i sen, i është repetitive, do me thonë. Po me ne që ka bo regres edhe pse u rrit skena një farforme, në rrit numri producenta, numri studio, numri konktore që dush, po kvaliteti si kvalitet karo. Pse s'ka dalje të reja në industrinë e muzikës që shëndrisin edhe ndoshta e bojnë fitim prurës që të punë që e kanë. Përveç kohën e karantinës, po foli që e mban high level që ka qenë Don Gjoni, kanë dalë dhe disa të tjerë, po nuk kanë pas edhe shkelqimin e ma të tjeshëm që me majtë. Pse po ndodhë kjo faktor? Shpesh herë kur jenë në emision të onë, jënë mundu me i akuzu një gjenerat të muzikës që kanë fillu me herën. Jo po na blokon kë, jo po na blokon aj, jo duke i fajsu. Kam pe blokaj, unë si artisteri ju më këthyja petësh. Jam vetë, jam i pambarën, nuk kam menager. Do me thonë apet halo po më gojnë njerëz. Kur kush të blokon, kur i ki talentin e kur i ki vullnetin. Po menoj që është një fenomen që pa i bot 30 vjetë shtirësh me dhesë. Seriozisht po thëmë, lëpen kejtë botën, këtë dush. Se vas na menu. Seriozisht, të jasë në biznes nuk më është me dhesë pa i bot 30 vjetë. Problem është veç në rast unik, ka përdin. Shumë dhesë të 18 vjetë të vlosë, se ki pjekunin për me dhesë ashtu shumë, a përdin. Okej. Do me thonë, do të me punu ata për 18 vjetë dhe i ka 25-6 që aty dikon për me mujtë me shpërthy. Do të me punu
besoj që se cili për shtyne që kanë dhezë shumë, kanë punu shumë për para. Mixtape-a, demo në internet janë hijën disirat, edhe kanë më rrimë një moment dikur, që kanë shpërty. Së më është me shpërty për një javë, s'ka shansa. Ajo është fenomeni momentit edhe hecë. Fenomeni Big Brother është prezent që 3 ose muj me thonë 3 vjetë, ha? Ka nja 3 vjetë që është prezent në industrinë e entertainment në Shqiptari. është diçka pozitive apo negative, se shpesh herë edhe publiku e cilëson si diçka jo të mirë dhe ndahet në 2 pjesë publika e atij formatit. Fenomeni Big Brother, unë menoj që se nëse këna zbulu Big Brother, zbulu në përëndim. Në shumicën e vendeve përëndim ma nuk bëhet. Nuk bëhet se kur kush s'ka atje ko me këshyri 24 orë që po ndohë në televizor o vëllo. Po në vendet e Ballkanit, po, do me thonë janë të përqëndrum, nëse del në i farë djalli aty, në i farë qike që është i fort ose e fort, kanë me përcjell dhe jetën e tina dhe kanë mu kyç, kanë mu bo pjesë që asoj, apo den, se... Vërtet. Menoj që është një farë lloj depresioni për mosën kjo, apo den, nëse fokusohen me këshyr Big Brother në stap, apo den. Përveç që pavarësisht kush se do ti e konë Big Brother, apo den, edhe une nëse hi, nuk ka jena shambull, në i farë shambulli na për fëmija, apo den. E vërtet. Do me thonë, nuk menoj që është edukative, po këto e kam përsërit shpesh, okej, nuk është edukative, po pra fëmija për këshyrin, se 24 orë, po bëhet viral në rrjetet sociale, s'menoj që është fenomeni mirë. Por e kom rem par një dhurat për ty, syzet e di që i ki qef, prej Enzatinit, që urna shek, Faleminderit shumë meritan. me shumë kënaqësi edhe privilegj. E kam një kongën që thëmë nuk ju mësu me dhurata. Ja. Në është ta që i kum post lekë gjithë dhe i kum bleve dhe që kum doshtë, ta vëten. Besoj që kum bo një A mu e vlerësoj. zgjedhjet duhur për stilin tënd, Sa shë shumë meritan. që dërshtoj ta bëj tjetën e dhurat, orë. O, zemër. Para se me vazhdu, e kena edhe një pyetësor interesant, gjithi edhe syzat. Faleminderit shumë për dhuratën meritan. Au nice, kur gjë të Pesho lutna. dhe edhe në kështu nice. Jo, ty apo të pëlqejnë, Ti po del shumë nice, filteri Unë mirë, apo den. ty e kam shu, ka qikin, vazhdoj me pyetësorin, ma të qardin, me mu meriton Mjekiqin, për Legend of Legend 2x2. Pyetja është, kush është reperi më i mirë për ty, doj, prej emrave që kam e ti thonë. Hajde, Betinjo Mozik. muzik. Mozik Gjiko. Hajde, daj. Gjiko. Gjiko Mike. Mike. Mike Vigi. Vigi. Vigi Ledri. Vigi. Vigi Lumi. Vigi. Vigi Luni. Vigi. Vigi Dongjoni. Vigi. Vigi Finemi. Vigi. Vigi Noizi. Vigi. Vigi Kresha. Kresha. Kresha Lyrikëllsoni. Kresha. Kresha Baba Kresh Geti. Kresha. Kresha Unikatili. Unikatili. Big up për dëvëtyshim. E jo DJ-ve zbjero qaja gjatë bit. Në stilin e Nzatini Italiano, Baba Meritano, me njoni prej legjendave të muzikës, legjenda gjatë 2x2-shin. Kej ndryshe, ku s'kini mujt me pa 30 vjet me radhë, me shumë respekt për mu, që e vlerësoj shumë performance live. E në këto momente për ju, për ne, për krejt ata që e kanë dëgju muzikën e legjendës së gjatë 2x2-shit, ku ju sugjeroj me ngu edhe albumin e ti Testament, një performancë legjendare.
E jo DJ veç biro. Shaja qa dit. Brrrr. Ra. Aje bre normal bre. Let's go. Besnik, Yes. 2-2, Nëte. 9 mili, 9 mili. 9 million. Edhe kur flejnë në rjastegon e fus, qona në tesën lëpini Petrus, lutu se ripin se kena në fokus, silësh rrëth neve po lun rullet rus, jo mi pa prekshëm si me kon kaktus, vargjet e mija shpërndohen virus, për me kon ishi i mytin tak pus, visi pitbull dhe fshuri status. Qa po kësen si knus, visi kur pullus në qafën tak pus, pikëshyri shifra gjithë dalin në plus, e vojna zhege dhe kur rominus, s'po di mo mu frime qa kam, ma let ju kalzaj qa nuk kam, resi që te po vizlan, emnin peshan do milion, thema ti thema sa herë prodhan, brema mund talin katalogun tan, im ledhi lek dili kur perëndan, shpëndoj unë roga ka pak për të tën, ti qysh ma jetan, ku mu të fol kesh për gjithë kan, kur po m'takan edhe qerën pëndran, po thu se kom dit edhe falje kërkan, e ke dit, m'gjete mu bole me m'shit, pa shkru me ka regullan street, i theve kur mi thiret zit, e ke dit, me rana as vetën se bind, bad boy nuk bosh po lind, prej tirë të ndrit, kur rruga ka lit, nja, mos e birë punën se s'nja, 2, s'ka shansa kur kush me ndërhy, 3, pedridhi sa herë që vi, 4, s'muj me ta falas për hatër, 5, përfundon me kryon thes, 6, s'ka këthim prima me dasht, 7, t'lojna me gjipat e thot, 8, 9, mili, 10, edhe kur flejnë në rjastaku në fus, qona antes o lëpini Petrus, lutë se ripin se kena në fokus, silësh rrëth neve po lun rullet rus, jam i pa prekshëm si me kon kaktus, vargjet e mija shpërndohen virus, për me kon ishi i mytin tak pus, visi pitbull edhe fshuri status. Kur po m'she Ban, Po per bon. kur po m'she Kur peshe. Ban, 2-2. Meriton. Një krasi shumë e veçan, një duar trokitje, një respekt ekstra. Shumë falenderit. Shumë falenderit që ishe pjesë e emisionin. Një falenderim shkon për krejt juve që keni dëgju muzikën e Dajes Besnik 2-2, edhe vazhdoni me dëgju non-stop. Një falenderim shumë për kohën që e kalove edhe për respektin. Shumë falenderit. Edhe për mu është e rëndësishme, nuk është veç për emisionin, të roj suksese, si gjithmonë që është ke pas. Shumë falenderit. Vazhdo me punu emocional, kjo është e rëndësi. Shumë falenderit. Premi e Meritonit edhe ekipës një natën e mirë. Falenderit shumë. Heps, Enzo Atini, kafja me e mira, Extra Latte Cafe, Golden Eagle, Baba Muscle Gain, Albania, Bështot Gaming, e një natë mirë e javdu kejrve zemrën. Kur shumë donë, falenderit, kur shumë donë. Natën e mirë. Kur së më kanë, po dhije mo. Ky emision mundsohet nga Enzo Atini, Dedja Group me Extra Latte Cafe, Golden Eagle, Ujselita, Heps, Muscle Gain Albania, Best Apartment, Bështot Gaming, Mates. Dikush tha chill, na e nejtëm, ndash chili cheddar, ndash chili chicken cheddar. E ti mund është me provu produktin më të ri që ka ardhur në Heps, në çdo pikë dhe delivery të Heps. Golden Eagle. Only eagles fly.